Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Kongresisti amerikan Kessel kërkon nga 4 vendet anëtare të NATO-s të njohin Kosovën. Gjatë seancës së Komisionit për Punë të Jashtme të Dhomës së Përfaqësuesve, apeli ishte për Spanjën, Greqinë, Rumaninë dhe Slovakinë. Self Torres de Lauer prezantuan gjithashtu një rezolut për mbështetjen e integrimit të Kosovës në NATO. Në të njëjtën seancë u mbështet Denisma për emërtimin e ambasadës amerikane në Prishtinë me emrin e ish kongresistit Eliot Engel si mik historik i Kosovës. Paralajmëron Doriqen kryeministre e qendrës së djathtë e Letonisë. Evika Selina njoftoi se do doriqet nga posti i lartë duke shkaktuar në mënyrë efektive rrëzimin e koalicionit qeverisës të vendit dhe zgjedhje parlamentare në muajin tetor. Largimi vjen pasi ministri i mbrojtjes i krahut të majtë të vendit Baltik, Andris Spruc, dha të dielën Doriqen. Ministri i mbrojtjes dha Doriqen pasi dronët ukrainas fluturuan në hapësirën erore të vendit nga Rusia javën e kaluar dhe goditën një objekt magazinimi nafte. 2 dronë ukrainas fluturuan mbi kufiri rus dhe u rrëzuan në tokën letoneze, një prej të cilëve shpërtheu në një depo nafte në Letoni lindore. Letonia dhe Lituania i kanë bërë thirrje NATO-s të forcojë mbrojtjen erore në rajonin e tyre pas incidentit. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Bashkëkryetari i koalicionit Vlen, Bilal Kasami, konfirmon vullnetin e Zjadin Seles për të bërë pjesë e qeverisë në rrethana të caktuara. Në intervistë televizive për TV21, Bilal Kasami tha se ka mesazhe që tregojnë se eksponenti i aleancës është i gatshëm të jetë pjesë e qeverisë. Ne vlerësojmë lart interesimin e zotrit Zjadin Sela për të qenë pjesë e qeverisë. Do të ishte i gatshëm që me kushte të caktuara të jetë pjesë e qeverisë dhe ne vlerësojmë këtë interesim. Ndonse nuk përjashtoi mundësinë që në këto momente të caktuara të ketë bisedime me Selen, Kasami deklaroi se qeveria i ka numrat e mjaftueshëm dhe nuk është e nevojshme që të ketë parti të tjera. Për momentin, vlerësojmë që qeveria ka numra stabil dhe nuk ka nevojë për një subjekt të ri politik, por nga momenti kur ne do të vlerësojmë se ka nevojë edhe për një subjekt të tillë, sigurisht që do të ulemi dhe do të bisedojmë. Ministri i Shëndetësisë konfirmoi shkeljet e gjetura gjatë ndërhyrjeve kardiologjike dhe kardiokirurgjike në Maqedoninë e Veriut. Në një prononcim për mediat, Azir Aliu tha se komisioni huaj ka vërejtur gjetje të dyshimta tek 9 pacientë lidhur me dyshimet për operacione të panevojshme. Për 9 pacientë të tjerë, sipas ekspertëve të huaj, po citoj, dokumentacioni tregon rezultate të dyshimta gjatë evaluimit diagnostik, për shembull, mos përputhje ndërmjet rezultateve angiografike nga koronografia dhe raportit të shkruar, pas të cilit ka pasur indikacion i papërshtatshëm për procedura qoftë endokrinovaskulare apo kirurgjikale. Ministri i Shëndetësisë tha se raporti komisionit të huaj, së bashku me raportin e komisionit vendas, do dorëzohen qeverisë, prokurorisë, odës së mjekëve, inspektoriatit sanitar dhe shëndetësor, fondit shëndetësor dhe komisionit për parandalim të korrupsionit. Ministri i Ekonomisë dhe Inovacionit të Shqipërisë, Delina Ibrahimaj, bën thirrje për ngritjen e mekanizmave institucional dhe financiar për të minimizuar ndikimin ekonomik dhe fiskal të këtyre fatkeqësive. Në takimin organizuar nga Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare mbajtur në Tiranë, Ministria Ibrahimaj theksoi se fatkeqësitë natyrore duhet të trajtohen si rreziqe me ndikim të drejtë për drejtë në jetën e qytetarëve, ekonominë dhe stabilitetin fiskal të vendit, duke nënvizuar nevojën për politika afatgjata dhe mekanizma të qëndrueshëm mbrojtës. Duke u referuar vlerësimeve të Bankës Botërore, ajo theksoi se Shqipëria mbetet një nga vendet me ekspozimin më të lartë ndaj fatkeqësive natyrore në Europë, ku rreth 86% e territorit dhe mbi 88% e popullsisë janë të ekspozuara ndaj këtyre rreziqeve. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.